Në fakt, jo domosdoshmërisht ka qenë qëllimi që të ndërlidhet me çështjen e fesë, të gjithë kemi qenë të troditur me ato pamje, me atë armatim që është parë dhe me atë aksion që është zhvilluar, sepse ishte një armatim që shihej ashiqare që Serbia kërkonte të nisë luftë. Vendodhja e armatimit me pas edhe ngujimi i atij grupi terrorist në manastir, lindën në kuptonte se këtu kishte elemente fetare dhe domosdoshmërisht duhej trumbetuar një të vërtetë se tash sa dekada partia kryesore në Serbi është Kisha Ortodokse Serbe për fat të keq, dhe ajo edhe në të kaluarën, njëjë siç ka vepruar, ka bekuar krimet që janë bërë gjithandej, jo vetëm në Kosovë, ju e dini që vetëm për një dekadë regjimi Miloševićit me bekimin e Kishës Serbe ka ushtruar terror dhe ka bërë masakra gjithandej. Për fat të keq, një skenar i tillë u lut edhe tash, sepse nëse keni parasysh gjithmonë neve shqiptarëve në Kosovë janë munduar të na paraqesin politika zyrtare serbe si fundamentalist islamik apo si trazus të Ballkanit, e kanë fryrë këtë ide, ndërkohë kanë fshehur atë fundamentalizmin, atë terrorizmin e tyre, nëse mund ta quaj tash në këtë rast edhe me veprimin veri ortodoks që më kohët nga Kisha Serbe.